Federata e mjekëve shqiptar në Evropë themelon degën e saj në New York. Komiteti mjekësor shqiptar në Amerikë bëri një hap historik këtë javë me krijimin zyrtar të Federatës së mjekëve shqiptar në Evropë, Dega USA. Ceremonia u zhvillua në salinë e Federatës VATA në New York, e cila mirëpriti nismën dhe mbështetjen plot. Në emër të VATA-s, Marian Cupi dhe Sokol Paja përshëndetën themelimin e degës së re, duke cilësuar një moment të rëndësishëm të misionit profesional dhe kombëtar të mjekëve shqiptar. Kryesinë e zgjedhur u drejtua nga Dr. Ezana Nikola kryetare, nën kryetare janë Dr. Elmar Zatriqi dhe Dr. Shpresa Gjakvi. Ky bord është pjesë e një grupi të gjerë mjekësh dhe profesionistësh, mes tyre Nenina Varfaj, Dr. Fationa Luponja, Dr. Leana Sapunxhi, Dr. Arjan Bregu, Dr. Lydra Tapia, Dr. Skënder Mytezani, Dr. Tana Bregu dhe Olsi Beqi. Presidentja e AMF-s, Dr. Aura Dollenberg, përshëndeti krijimin e degës amerikane duke cilësuar një forcim të rrjetit global të mjekëve shqiptar. Aktiviteti u shoqërua dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga degët e Suedisë, Anglisë dhe Shqipërisë. AMFE USA u prezantua edhe në kuadër të konferencës së 25 ndërkombëtare mbi sepsisin dhe infeksionet të jetë kërcënuese, duke kontribuar me referenca shkencore, aktivitete ndërgjegjësuese mbi përdorimin e antibiotikeve. Me moton We Make Medicine, Federata synon të jetë një shtyllë e fortë për përparimin shëndetësor, duke bashkuar mjekët shqiptar në SBA me kolegët e tyre në mbar botën.